Përshëndetje të nderuar shikues, është edicioni informativ i orës 11 në News 24. Një aksion i gjerë në disa qytetet vendit po zhvillohet nga forcat e rendit në Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë. Operacioni lidhet me goditjen e krimit organizuar. Mediat italiane bëjnë me dije se në kuadër të operacionit koduar Ura janë lëshuar 52 urdhër arreste mes Italisë dhe Shqipërisë. Një operacion i madh kundër trafikut ndërkombëtar të drogës çoi në arrestimin e 52 personave midis Italisë dhe Shqipërisë. Bastisja u krye nga Drejtoria e Hetimit, Antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e Interpolit. Gjithashtu, u sekuestruan pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme me vlerë disa miliona euro. Të arrestuarit akuzohen në shkallë të ndryshme për trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të narkotikëve, pastrim parash dhe shpërdorim të detyrës. Trafiku i drogës bëhet nga Ballkani në Pulja, ndërkohë në prokurorinë e posaçme pritet zhvillohet një konferencë e përbashkët për shtyp me autoritetet italiane lidhur me operacionin e përbashkët mbi trafikun ndërkombëtar të drogës. Konferenca është njoftuar rreth orës 11:30 dhe do të keni mundësi ta ndiqni live në News 24. Një pako e dyshim të hedhur në rrugën e Gnatja në Durrës rezultoi se ishte eksploziv me telekomand. Pakoja u konstatua nga shërbimet e policisë mbrëmjen e së martës, kurse ekspertët xhenier pas krijimit të perimetrit të sigurisë kryen shpërthimin e kontrolluar të lëndës plasëse. Ky është momenti i shpërthimit të kontrolluar të një sasie eksplozivi që u gjeti hedhur në rrugën e Gnatja në Durrës. Pakoja e dyshimte hedhur në rrugën e Gnatja pranë zonës së Velierës rezultoi se ishte eksploziv me telekomand. Pakoja u konstatua nga shërbimet e policisë mbrëmjen e së martës, duke ngritur në alarm autoritetet e sigurisë vendore. Pasi u krijua perimetri i sigurisë përreth zonës së Velierës nga policia e Durrësit, në vendngjarjen përritën edhe ekspertët xhenier, të cilët kryen shpërthimin e kontrolluar të lëndës plasëse. Perimetri i sigurisë u mbajti vendosur deri në orën 7 të mëngjesit të së mërkurës, ndërsa kontrollet vijuan përgjatë gjithë natës nga forcat e policisë dhe grupi hetimor. Shiritat e sigurisë u hoqën vetëm pasi hetuesit përfunduan mbledhjen e provave në vendngjarje, si dhe rifilloi qarkullimi i automjeteve. Ngjarja mbetet mister, pasi ende nuk dihen rrethanat apo personat e dyshuar, ndërsa policia po zhvillon hetimet për rastin. Do të kem tani një lidhje të drejt për drejt nderuar shikues me kolegun Ergyst Gjençaj nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ergyst, përshëndes. Niseta, përshëndetje. Do doja ta nisim bashkë të komunikim sepse Partia Demokratike ka dorëzuar një kërkesë urgjente në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të mos certifikohet rezultati i votës së diasporës, si edhe të nis hetimi thelluar për votimin e emigrantëve. Cilat janë informacionet, Ergyst? Nisida është e vërtet, pasi ditën e djeshme Partia Demokratike, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka depozituar të kërkesë urgjente në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shqyrtimin e analizimin e votës së diasporës për mos certifikimin e rezultateve të votës së diasporës pra numërimit i cili u mbyll paraditën e djeshme në Parkun Olimpik në Tiranë. E po ashtu kërkohet dhe një hetim i detajuar nga auditues të pavarur sipas kërkesës së Partisë Demokratike. Ende nuk ka një përgjigje zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por padyshim që kjo kërkesë do të shqyrtohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pritet të mësohet më pas gjatë gjithë shqyrtimit administrativ që do t'i bëhet kësaj kërkese dhe cili do t'jetë rezultati pra vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në raport me këtë kërkesë të Partisë Demokratike, kërkesë urgjente, sikundër theksoi në dokumentin në shkresën e përcjellë pas ditën e djeshme në Partinë Demokratike. Ndërkohë nisit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po vijon puna për sa i përket hartimit të tabelave përmbledhëse, të cilat pritet që ditët në vijim të bëhen publike dhe të zyrtarizohen nga komisionere shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Vetëm disa ditë më parë kemi pasur zyrtarizimin e tabeles përmbledhëse, miratimin e tabeles përmbledhëse për qarkun Kukës, ndërkohë që pritet që ditët në vijim të vijohet me qarqet e tjera
me 11 qarqet e tjera të vendit. Përgjithsesi duhet pak ditë pasi duhet të përputhen dhe votat e dal nga numërimi në Parkun Olimpik, pra votat e diasporës me votat që shqiptarët kanë hedhur në kutitë e votimit në 11 maj, pra brenda territorit të vendit. Ndërkohë, Ergys, Kuvendi i Shqipërisë pritet mblidhet në ditët në vazhdim përpara se t'i lërë vendin Kuvendi të ri në 9 shtator. Kur parashikohet mblidhet deputetët e legjislaturës vjetër dhe deri kur do të vazhdojnë punën? Nisit është vërtet, kjo legjislaturë vijon mandatin e saj, pritet që deputetët i rikthehen jetës parlamentare pas këtyre pothuajse 2 muaj shkëputjes për hir të fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve të 11 majit. Pritet që javën e ardhshme të kemi një mbledhje të konferencës së kryetarëve për të detajuar dhe eventualisht hedhur në diskutim dhe miratuar kalendarin e punës, programin e punës së Kuvendit. Pritet që të kemi një seancë parlamentare të një enten e ardhshme, ndërkohë që për sa i përket kozgjatjes së punimeve të Kuvendit, pra të kësaj legjislature, sipas kushtetutës Republikës së Shqipërisë, Kuvendi duhet t'i vazhdojë punimet deri më datën 8 korrik. Përse kjo datë? Në kushtetutë theksohet qartë se Kuvendi nuk mund të shqyrtojë dhe miratojë ligje 60 ditë para përfundimit të mandatit të tij dhe para nisjes së mandatit të legjislaturës së re. Marrë në konsiderat faktin se legjislatura e re pritet të nisë punë më datën 8 shtator, atëherë pritet që punimet të Kuvendit, pra mos funksionimi i tij në kuptimin e miraltimit të ligjet, sikundër thot edhe kushtetuta, të përfundojë pra këtë proces të diskutimeve dhe miratimit të ligjeve deri më datën 8 korrik. Pra kjo periudhë deri më datën 8 korrik do të kemi mbledhje të komisioneve parlamentare e po ashtu edhe të seancave parlamentare. Gjithsesi deputetët e kësaj legjislature e gëzojnë mandatin e deputetit deri më datën 8 shtator, atëherë kur do të nisë edhe mandati i legjislaturës së re dal nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ergys, shumë faleminderit për informacionet. Faleminderit ju. Votat e diasporës shqiptare janë numëruar plotësisht duke ndikuar ndjeshëm në shpërndarjen e mandateve dhe në renditjen e kandidatëve në listat e hapura. Procesi u shoqërua me debat dhe kërkesa për transparencë. Pas apelit kryeministrit Rama, socialistët tërhoqën kërkesat e tyre për të marrë pamjet e numërimit të votave. Vlerësimi dhe numërimi i votave të diasporës ka përfunduar. Mes ditën e kësaj të martë u numërua dhe vota e fundit që shqiptarët jashtë vendit kishin hedhur në kutit që i përkisnin qarkut Elbasan. Vota e diasporës ndikoi jo pak në shpërndarjen e mandateve për partitë politike, ashtu edhe tek shansi i kandidatëve për deputet në listat e hapura për të fituar një ulse në legjislaturën e ardhshme. Procesi i numërimit të votave preferenciale brenda vendit, ashtu si dhe ato të diasporës, shkaktuan dyshime tek disa kandidatë për deputet, por socialistët Xhemal Qefalia dhe Etilda Gjonaj, pavarësisht se kishin depozituar kërkesë në Komision Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pamjet filmike, hoqën dorë pas apelit të kryeministrit. Vetëm Blerina Gjylameti ka marrë materialet video. Për kandidatët socialist, drejtuesi politik për diasporën Taulan Balla deklaroi se transparencën në proces e kryen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në një fazë të dytë pas këtij momenti, është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëjë transparencë. Kështu që t'i lejmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë transparencë. Ndërkohë që mos harroni që Kodi Zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund bëjnë aktimime janë vetëm partitë politike. Në legjislaturën e ardhshme do të zënë vend edhe partitë të reja, me të cilat sipas Ballës, mazhoranca është e hapur të dialogojë për reformën e ardhshme zgjedhore. Përgëzime partive të vogla që din të respektojnë vullnetin dhe ato që janë përfaqësuar në Kuvend, bujrum në shtator, të ngrejmë Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe të adresojmë të gjitha rekomandimet ose ODIHR-it. Do t'ulenin kryes me ta nëse do të kenë kërkesa pra? Shikoni, puna e parë që ndodh në Kuvend në shtator të çdo viti pas zgjedhjeve është ngritja e Komisionit të posaçëm të Reformës Zgjedhore. Kështu që të gjitha pretendimet të ngrihen aty. Në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numëruan 2 kuti votimit të qarqeve Durrës dhe Elbasan. Edhe në këto kuti, Partia Socialiste kishte marrë më shumë vota. Në kutinë e Durrësit, Partia Socialiste fitoi 128 vota, kurse Partia Demokratike 88, ndërsa në atë të qarkut Elbasan, socialistët morën 208 vota dhe Partia Demokratike 57.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i pyetur në emisionin Log në News 24 për përmbushjen e detyrimeve të statutit për dëndorëheqjen pas humbjes në zgjedhje, tha se kjo do të ndodhë nëse do të kishte patur zgjedhje të vërteta, gjë që nuk ndodhi në 11 maj. Ai tha se Edi Rama nuk largohet me vot, por vetëm me lëvizje popullore nga shqiptarët dhe se denoncimet e faktet e mbledhura nga Partia Demokratike për zgjedhjet do të dërgohen partnerëve ndërkombëtar që të mundsojnë zgjedhje të parakohshme në Shqipëri. Në qoftë se statuti ju referohet zgjedhjeve, Shqipëria nuk pati zgjedhje, pati një farsë elektorale. Kjo ishte një farsë elektorale e paralajmëruar. Mbasi, në 4 rezoluta ndërkombëtare, 6 muajt e fundit, Shqipëria u evidentuar si vendi që zhvillon farsë elektorale, ka patur një manipulim dhe abuzim të madh me pushtetin. Edi Rama kërkon të shtyp pluralizmin politik. Pluralizmi politik është i shtypur, sepse këto zgjedhje u zhvilluar në kushtet e një terrori të papar ndaj liderëve kryesor të partive opozitare në procese gjyqësore. Unë kam punuar në këtë fushat, mund ta them në mënyrën më profesionale, më të përkushtuar të jetësime. Kam paraqitur në këtë fushat programin absolut të jetësime, në të cilin e kam patur të konsultuar me specialistë më të mirë shqiptar, po kam marrë në këtë fushat krye ekspertin e botës, Krista Silitan. Kam bërë gjithë shka që duhet të bëja për të mos thënë, për të qenë totalisht i përkushtuar me vetdijen e plot, si që kam deklaruar me 100 herë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dikush mund thotë pse si bojkotove. Jo, unë nuk jam i asaj. Pse nuk i the këto gjatë fushatës, ja ku i thashu. Këto janë ato që kam thënë gjatë fushatës. Edi Rama ikën nga shqiptarët. Jo, Edi Rama nga ndërkombëtarët nuk ikën sepse diktatorët rrëzohen vetëm nga brenda. Rrëzohen vetëm me lëvizje popullore. Nuk rrëzohen me votë. Pas humbjes në zgjedhjet e fundit, në Partinë Demokratike ka nisur të dëgjohen zërat për nevojën e reflektimit dhe ndryshimit. Deputeti Ferdinand Xhaferaj propozon ndërtimin e një leadershipi të ri në parti dhe një strategji të re përballë Edi Ramës. Ringritja e Partisë Demokratike do duhet të fillojë me dorëheqjen e Sali Berishës. Deputeti i PD-s Ferdinand Xhaferaj thotë se pas rezultatit të marrë në këto zgjedhje, opozita duhet të ndryshojë strategji nga akuzat për vjedhje në ndërtimin e një leadershipi të ri. Në qoftë se duam të shpëtojmë 2029, Berisha urgjentisht në kuptimin pozitiv duhet të largohet, dhe jo të largohet me modelin që të imponoj partisë një bashkë a dy, po të largohet me modelin që partia të zgjidhë një leadership, në qoftë se nuk do e bëj PD-ja, më vjen shumë keq që ta them, që kjo parti do shkojë drejt rrënimit gradual dhe patjetër Shqipëria do zgjidhje, do dalin ta bëjmë partitë e reja. Xhaferaj deklaroi se Berisha po e përdor partinë për interesat të tij duke zgjedhur pas vetes edhe një grup besnikësh të cilët nuk flasin. Vendimarrja e tij nuk ishte e projektuar që Partia Demokratike të fitonte zgjedhjet. Vendimarrja e tij ishte e projektuar që Partia Demokratike të përdorej që ai të ketë më të lehtë për të mbyllur problemet e veta me drejtsinë. Kjo është arsyeja që fytyra listave ishte ajo që pam, që nuk përfshiu asnjë fluks që ka krijuar kjo parti mbas 2013-s, kur këto flukse si Jorita Tabaku e Ilir Ali Mehmeti u provuan me evidencë janë të suksesshme, pra nuk bëri asnjë rotacion brenda PD-s. Kjo është arsyeja që koalicioni ndërtoi vetëm me ata që kishin probleme të ngjashme me të dhe nuk shkoi përtej tek parti që treguan që morën mbi 100.000 vota. Unë mendoj që do t'i shkojmë punët edhe më keq. Deputeti i PD-s shpreh se modeli bullgar është e vetmja mënyrë se si mund të rrëzohet një autokrat si Edi Rama. Si mund të mundet Edi Rama? Dhe modelin e kam gjetur në Bullgari. Bullgaria 2009-2021 drejtohej nga Bojkov Borisov, lider autokrat, ish sportist, që në 2021 kur u mund, më përpara i doli dhe atit skandali patronazhistëve, ku dolën të dhënat e qytetarëve bullgar, prirjet politike, njësoj si këtu. Edhe ai me marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike, një europianist,
Dhe në fushatën e 2021-shit, partia ti sloganin e kishte Bullgarët për zhvillimin evropian të Bullgarisë. Njësoj si pasaporta europiane këtu. Pse u mund? Sepse doli një parti e re dhe ata plotësuan 3 kritere. E para leadership i ri, e dyta kishte një retorik shumë të qartë kundër korrupsionit. Dhe e treta me një aftësi pragmatiste për të ndërtuar koalicione. Borisovi mori 63 mandate, këto morën 67 mandate. Pse nuk realizuam këtë? Ne, kush mund të ishin 2 faktorë që do mundsin Edi Ramën? Partia Demokratike nga njëra anë dhe partitë e reja nga ana tjetër. Partia Demokratike as leadershipin nuk e ndryshoi, narrativa antikorrupsion, retorika antikorrupsion nuk mund të gjiste, se vetë leadershipi i koalicionit ishte me probleme me SPAK-un, nuk ishim në gjendje të ndërtonim koalicione. Pra nuk plotësuam asnjë nga kriteret. Shumë të pakt janë deri tani zërat mes demokratëve që bëjnë analizë për përgjegjësinë e humbjes së PD-s në këto zgjedhje. Prokuroria e posaçme zbarkon në bashkinë e Klosit në kuadër të një hetimi për krim zgjedhor. Sipas burimeve pranë SPAK është ushtruar kontroll në disa zyra të kësaj bashkie. Automjetet e disa zyrtarëve si edhe u janë marrë celularët. Po ashtu gjatë kontrolleve në zyra dhe banesat e të dyshuarve janë sekuestruar disa kompjutera dhe laptop. Nga hetimet paraprake ka dyshime se zyrtarët e bashkisë Klos gjatë fushatës elektorale janë të përfshirë në aktivitetin kriminal të shitblerjes së votës në favor të Partisë Socialiste. Hetimi për këtë çështje është çelur kryesisht mbi disa indicie paraprake. Shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak. Rikthehemi pas hapësirës publicitare, apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lënë prapa hekurave shefin e Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, Roven Zeka, ndërsa ka liruar nga qelit shefin e aksidenteve Sokol Novaku. Gjyqtari Engert Pullumbi çoi në arrest shtëpie Novakun për shkak të problemeve familjare. Zyrtarët e lartë të Policisë Rrugore morën rishfet një shumë parash për të mos të referuar në prokurori një aksident rrugor në Tiranë. Në aksident ishte përfshirë gruaja e një biznesmeni. Zeka u arrestua në 19 prill me urdhër të SPAK 4 muaj pas emërimit në detyrë në akuzën e korrupsionit pasiv. Një atentat me armë zjarri u regjistrua pak pas mesnatës në qytetin e Durrësit. 29 vjeçari Ermir Dedja u qellua me breshëri Kalashnikovin nga persona ende të pa identifikuar. Disa orë pas krimit në fshatin Gërdec të Vorrës është gjetur një automjet i djegur dhe një armë zjarri. Ermir Dedja, 29 vjeç, ka mbetur i vrarë me Kalashnikov mbrëmjen e shkuar në lagje numër 18 në Durrës. Burimet zyrtare të policisë bëjnë me dije se 29 vjeçari i cili mbeti viktim e një atentati është person i dyshuar me precedent penal të mëparshëm. Ngjarja ka ndodhur pranë qendrës shëndetësore të lagjes ku 29 vjeçari po lëvizte më këm pranë një pallati, ndërsa persona të maskuar i kanë zënë prit dhe kanë qelluar me breshëri automatiku nga pas. Një nga banorët e zonës, pasi ka dëgjuar të shtënat, ka dalë në balkonin e apartamentit të tij dhe ka njoftuar policinë se një person ndodhej i shtrirë në trotuar. Pas mbërritjes së policisë dhe autoambulancës, i riu u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku dhe ndoroi jetë si pasojë e plagëve të shumta që kishte marrë në shpatull. Dyshohet se autorët kanë qenë në gjurmim të viktimës dhe pasi janë koordinuar për itinerarin e ndjekur prej tij, kanë sinjalizuar njëri tjetrin për të kryer vrasjen dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet. Mëngjesin e së hënës policia ka gjetur në fshatin Gërdec të Vorrës një automjet të djegur dhe brenda atij një armë zjarri që dyshohen se janë përdorur nga autorët e kësaj ngjarjeje. Viktima me origjinë nga Shijaku jetonte mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, ku dyshohet të jetë përfshirë në veprimtari kriminale. Burimet policore bëjnë me dije se kanë sekuestruar kamerat e sigurisë për të identifikuar autorin dhe po punohet në mbledhjen e informacioneve dhe duke u marrë dëshmitë e të afërmve të tij, por edhe të njohurve për të zbardhur krimin e ndodhur. 29 vjeçari Ermir Dedja rezulton person me precedent penal, pasi në vitin 2015 është arrestuar sepse i kishte shitur drogë një grupi personash që synonin ta transportonin atë nga pika kufitare e Morinës drejt Kosovës. 2 vite më vonë, ai u arrestua për një plagosje me armë zjarri në Shijak si përkrahasje autorit të krimit. Ende nuk ka një pistë zyrtare lidhur me motivet e ekzekutimit të 29 vjeçarit.
Ish kreu i prokurorisë të Vlorës Aurel Zarka është dënuar me 4 vite burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pasi përfitoi gjykim të shkurtuar. Dënimi përfundimtar është 2 vite 8 muaj burg. Gjithashtu GKKO ka vendosur që ai të mos ushtrojë për 5 vite funksione publike. Zarka u shpall fajtor për ndikim të paligjshëm. Dosja penale në ngarkim të Zarkës, ish oficeres së policisë gjyqësore Riona Daupaj, avokatit Radovan Çela dhe biznesmenit Astrid Vladi u dërguar për gjykim në fillim të muajit janar. Hetimet ndaj Zarkës dhe të pandehurve të tjerë erdhën pas të dhënave nga Sky ECC. Sipas prokurorisë është provuar fakti se 4 pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin në disa raste kanë ofruar dhe kanë premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim tek funksionar të drejtësisë. Në vitet 2019-2020, kur janë kryer veprimet e kundraligjshme, Zarka ka qenë në funksionin e prokurorit në Vlorë dhe ka premtuar ndërhyrje të sistemi i drejtësisë për ndikim në procesin gjyqësor. Hetimet për dosjen Toyota Auris nisën pas bllokimit në portin e Durrësit të një shume prej 3.4 milion eurosh në qershor të vitit 2018. Shqiptarët që ndodhen në burgun e Korfuzit kanë protestuar për të drejtat e tyre. Ata pretendojnë se ndodhen në kushte skandaloze dhe se diskriminohen nga që janë shqiptar dhe në burg nuk u plotësohet asnjë kushti të drejtave themelore të njeriut, si ushqim, ujë dhe të drejtat ligjore për marrjen e lejeve dhe lirimeve me kusht. Të burgosurit shqiptar trajtohen ndryshe nga të burgosurit e tjerë që janë grek të cilët sipas tyre kanë privilegje. Gjatë protestës, një burgosur shqiptar ka djegur qelin e tij, ai pas këtij veprimi është dhunuar nga gardianët dhe është kërcënuar me jetë. Pamje tregojnë edhe kushtet e rënda të burgut të Korfuzit ku ndodhen shqiptarët. Ata kërkojnë që Ministria Shqiptare e Drejtësisë dhe Ambasada Shqiptare në Greqi të ndërhyjë për të drejtat e tyre. Në 100 vjetorin e themelimit të kontrollit të lartë të shtetit, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali cilësoi KLSH-n një partner kyç në luftën kundër korrupsionit dhe njoftoi krijimin e një drejtorie të posaçme për të forcuar bashkëpunimin mes dy institucioneve. Edhe Bashkimi Evropian kërkoi që KLSH të pajiset me mjetet e nevojshme për kontrollin e fondeve publike, përfshi ato të Bashkimit Evropian. Në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë u zhvillua ceremonia për 100 vjetorin e themelimit të kontrollit të lartë të shtetit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali cilësoi KLSH-n një partner të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe për shpejtimin e integrimit evropian, ndërsa njoftoi krijimin e një drejtorie të posaçme që do të shërbejë për bashkëpunimin më të mirë mes dy institucioneve. Kontrolli i lartë i shtetit ka treguar angazhim për thellimin e këtij bashkëpunimi, duke marrë hapa konkret përfshirë krijimin e një drejtorie të posaçme të dedikuar për komunikimin me Kuvendin, trajtimi i raporteve dhe ndjekja e rekomandimeve të bëhen në mënyrë më efikase e më të strukturuar. Ky është një zhvillim që duhet përshëndetur dhe inkurajuar, pasi po rrit cilësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, forcon kontrollin demokratik mbi administratën publike dhe përmirëson kulturën e llogaridhënies në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në këtë aktivitet morën pjesë dhe përfaqësues ndërkombëtar. Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Evropian të Tiranës, Silvio Gonzato, theksoi nevojën për kontroll të rrep të fondeve publike, përfshirë ato që vijnë nga BE-ja. Legjislacioni i BE-s kërkon që institucionet si KLSH të jenë të pavarura dhe të pajisura me burimet dhe mandatin e duhur për të ushtruar kontroll mbi të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e fondeve publike, përfshirë ato të Bashkimit Evropian dhe të donatorëve të tjerë. Çfarë do ndryshime që do të bëhen, duhet të jenë në përputhje të plotë me kërkesat e legjislacionit dhe standardeve të BE-s. Ndërsa kreu i kontrollit të lartë të shtetit, Arben Shehu, theksoi përkushtimin për të rritur efikasitetin e institucionit në zbatim të standardeve europiane dhe në funksion të interesit publik. Kontrolli i lartë i shtetit do të qëndrojë besnik ndaj misionit të tij kushtetues, në sinkron me interesin e shtetit dhe në thelb me interesin e çdo shqiptari. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë interesin publik dhe të çdo shtetasit shqiptar me përkushtim ndaj parimeve të shtetit, të drejtës dhe të mirëqeverisjes. Jam i bindur se rruga jone e përbashkët do të vijojë me bashkëpunim të qëndrueshëm, shkëmbim të ndërsjellët dhe mbështetje reciproke për të ndërtuar institucione më të forta dhe administrat njëkohësisht më të përgjegjshme.
sipas pranishmëve. Ceremonia e 100 vjetorit shërben